Shumë herë mundohemi të shpëtojmë të tjerët nga çdo problem që e dëgjojmë që ka. Shpeshherë mundohemi të ndihmojmë ata njerëz që ne kujtojmë se kanë një problem, i shikojmë nga larg ose nga afër dhe pa na kërkuar ndihmë. Këtë e bënja për shumë vite. Dhe është shumë e vështirë të dalësh nga roli i shpëtimtarit. Ne i quajmë rolin e shpëtimtarit, por ne e bëjmë sepse në përgjithësi dhe në thellësi ne duam ose donim njëherë në një kohë kur ishim fëmijë të na shpëtonin ne, të na ndihmonin ne. Prandaj, nëse dhe ti që shikon këtë video, je nga ata persona që do të shpëtosh njerëz të tjerë, do të ndihmosh, këtheje atë gishtin siç kam thënë nga vetja jote. Sepse vetëm atëherë do kuptosh që ti nuk po e ndihmon, po je në arrogancë dhe nuk është ajo arrogancë e keqe, është ajo arroganca e shpirtit që e bën pa dashje për të ndihmuar tjetrin. Por nuk lejohet, akoma edhe unë si terapiste, nuk duhet të ndihmoj as edhe një pa më kërkuar tjetrin ndihmë, sepse asnjë person kur nuk të kërkon ndihmë, nuk mund të jetë falenderues ka si teje. Qoftë edhe fëmijët tanë. Në qoftë se edhe ti e ke të vështirë të ndalosh këtë rolin e shpëtimtarit, jam këtu nga përvoja ime, nga mënyra të ndryshme të të ndihmoj. Që hap mbas hapi mundesh që ti të kujtohesh që dhe kur të arrish të duash të ndihmosh një person, ta pyesësh veten, apo ndihmoj atë apo veten time? Apo ndihmoj sepse dua ta ndihmoj dhe jam okay me këtë, apo dua që të marr pak dashuri ose të marr pranimin nga ata personat dhe dua të jem i vlefshëm, e vlefshme, që të marr pak dashuri, atë që të mungovi dhe më mungovi kur ishim të vegjël. Dhe u rritëm nga prindër gjysër e stërgjysër të tillë, por ka ardhur koha që ne të drejtohemi vetes tonë, të japim agapi, dashuri vetes tonë dhe të përqendrohemi tek forca jonë, se të gjithë pa përjashtim kanë atë forcën e shpirtit, kanë talentet e tyre, por në të njëjtën kohë kanë dhe karmën e tyre, misionin e tyre si çdo shpirt. Dhe nëse ne i ndihmojmë pa kërkuar, ne jemi vërtet në arrogancë sepse i dalim Zotit përpara, i dalim dhe i dobësojmë këtë person, është sikur t'i themi që ti nuk mundesh dhe unë jam i Zotit nga ty. Kjo do të thotë që nuk jam në hierarki, dhe kjo hierarkia ka të bëj dhe me familjen tonë që u rritëm, që nuk ishim në vendin të fëmijës, po u bëm prindër të prindërve dhe morëm rolet gabuara. Hierarkia është shumë e rëndësishme dhe në bizneset, sepse çdo gjë kur nuk është sikur në vendin e tij, ai biznes nuk do të shkojë mbar. Për të gjitha këto, jam këtu të të ndihmoj, por vetëm në qoftë se ti je gati dhe vërtet kërkon ndihmën time. Jam Erita Cake, terapiste energjetike universale, shkrimtare, mësuese dhe trajnere e zhvillimit personal dhe zgjimit kolektiv. Jam këtu të të ndihmoj vetëm kur ti vërtet të kërkosh ndihmë dhe të jesh gati për ndryshimin tënd. Vetëm atëherë mundet të bëhet ndryshimi. Ju falenderoj për gjithçka.